Jemi sot, fillojmë kapitullin e 9 tek letra e Romakëve. Janë në fakt 3 kapituj që do t'jenë njëra pas tjetrës, që pali na flet në lidhje me një gjë shumë të rëndësishme. Na flet për Izraelin. Edhe në fakt do shohim në këto 3 kapituj se si lidhet gjithë çështja e Izraelit me besimin, me Krishtin, me jetën, me popujt e tjerë, edhe dhënë Zoti që do të kemi vesh edhe sy për të kuptuar. Në fakt, sa herë vjen çështja për Izraelin, sa herë dëgjojmë çështjen emrin Izrael, do të kemi parasysh që shumë njerëz mendojnë në lidhje me shije të ndryshme, ju vinë shije të ndryshme në mendjen e tyre. Disa shije pozitive, disa shije negative, dhe gjithmonë e shohim në fakt shumica e njerëzve shohin të shkëputur Izraelin nga gjithë plani Perëndis. Madje ka dhe një ekstrem tjetër brenda krishtërimit që thotë që Zoti ka hequr dorë tashmë nga Izraeli dhe ka zgjedhur Kishën. Edhe është kjo çështja që Izraeli tani nuk është më populli i Zotit. Edhe fjala e Perëndis në fakt na e qartëson goxha mirë gjithë të pjesë dhe jo vetëm. Unë në fakt doja të ktheja vëmendjen te libri i fundit i Biblës, tek libri i Zbulesës, që na tregon përsëri për Izraelin. Edhe në librin e fundit të Biblës, Bibla është libri vetëm që na tregon për fundin e njerëzimit në detaje, dhe na tregon për popullin e Izraelit, na tregon për luftën e madhe që ka për të ndodhur në fushën e Armagedonit. Betejë e Armagedonit quhet, kur gjithë popujt dhe gjithë kombet do t'jenë kundër Izraelit, një shtet i vogël, një vend i vogël, për ta goditur. Ende nuk po shohim, por do të vijë momenti, nuk e di nëse do të jetë brezi jon apo brezat e tjerë që do të vinë, por kjo do të mbetet, kjo do të jetë fundi i gjërave. Çështja është, po si lidhen gjërat me Izraelin, dhe dëgjojmë shpesh sa herë hapim televizorin, luftë, beteja, Hezbollahu ande, Izraeli këtej, Irani ande, luftë gjithë kohës, raketa, bunkere dhe gjithë to pjesë të tjera. Duket sikur është gjithmonë një periudhë dhe kohë her pas here në tension. Dhe lidhet me fjalën e Perëndis që prej fillimit. Dhe unë do doja në fakt që fjala e Perëndis na e bën të qartë që të kemi një pamje sa më të pastër, një pamje sa më të drejtë drejt gjithë gjërave që fjala e Perëndis na mëson. Interesante është që në kampet e përqendrimit, teksa çonin vagonët me hebrejnë në Auschwitz, gjermanët nazist ditën e diel shkonin dhe këndonin himne në Kish dhe adhuronin Perëndin, nga i cili u bekuan dhe morën premtimet që Zoti na ka dhënë përmes këtij kombi që po e çonin me vagona për në thertora. Është shumë interesante në fakt një çështje e tillë, të shohësh persona që gjatë gjithë javës çojnë në shkatrim një komb nga i cili ditën e diel pastaj shkojnë dhe adhurojnë Perëndin në emrin që Perëndia ka zgjedhur për veten e tij. Në fakt, zanafilla me Izraelin nuk fillon tani, por fillon pak më herët. Në fakt, do shohim pak një udhëtim të shpejt në këtë pjesë përpara se të lexojmë te kapitulli 9 i Romakëve. Fillon me kapitullin 12 të zanafillës. Pra, keni parasysh që pasi Perëndia bëri premtimin e madh tek kopshi i Edenit, Adamit dhe Evës, duke ju thënë që do të vijë shpëtimtari për t'ju shpëtuar dhe për të shkatruar komplet të ligën gjithmonë, ata ishin në pritje të këtij shpëtimtari, që më vonë ne e njohëm dhe e dim me emrin e Jezusit. Interesante është që pasi i dëboi, në kapitullin e 6 na tregohet që raca njerëzore u shumëfishua, njeriu ishte aq i egër sa gjithë qëllimet dhe mendimet e zemrës së njeriut ishin e keqja dhe kjo në çdo kohë. Dhe Zoti, thot Bibla, u pendua. Ne folëm që Zoti nuk ndryshon, por duhet ta kuptojmë pak në kontekst. Perëndia u pendua që kishte krijuar njeriu. Do të kemi një moment tjetër për ta sqaruar terminologjinë e kësaj pjese, por nuk do të ndalemi këtu, por do të vazhdojmë përpara për të patur pak qartësi në këtë pjesë. Dhe Zoti vendosi që të përmbyt
gjithë tokën, planetin tokë, gjithë toka ka qenë, gjithë kontinentet kanë qenë bashkë, kanë qenë një, ndodhi kataklizmoja e madhe që na tregohet te kapitulli 6, ku Perëndia shpëtoi vetëm Noeun dhe familjen e tij. Noeun, bashkëshorten e tij, 3 djemë dhe 3 gratë e tyre. Interesante është që vetëm këta u penduan, vetëm këta hyrën në hark, pjesa tjetër e njerëzimit, nga fëmijë deri në të rritur, nuk do të t'ja dinte, dhe u shkatruan me miliona njerëz. Zoti bëri një beslidhje me Noeun dhe vendosi ylberin, që ndene sot e kësaj dite e shohim, dhe Zoti tha sa herë të shfaqet ylberi, është një kujtesë që nuk do ta përmbys kur botën me anë të ujit. Dhe në fakt është sa e shef ylberin kujton premtimin e Perëndisë që bëri Noeut. Por raca njerëzore filloi të shumëfishohej dhe aty filluan përsëri probleme. Kemi kullën e famshme të Babelit. Kullën e famshme të Babelit që na tregon që gjithë njerëzit flisin të njëjtën gjuhë dhe vendosën të adhuronin një perëndi ndryshe nga Perëndia i vërtet, ku gjithë njerëzit u unifikuan dhe filluai një qytetërim shumë i tmerrshëm. Dhe aty Perëndia bëri një gjë shumë interesante, Zoti ngatëroi gjuhët. Zoti krijohi gjuhët. Gjithë gjuhët, fillesat e çdo gjuhe patën te kulla e Babelit, aty u ndan edhe populli jon shqiptarët dhe kombet e tjerë, dhe aty filluan të shkonin nëpër tokat e ndryshme. Kapitulli 12 direkt tani na tregon i Zanafillës për një histori shumë interesante dhe thot kështu. Fillon pikërisht në këtë lloj forme. Por Zoti i tha Abramit, domethënë menjëherë pasi na ka treguar se çfarë ndodhi me kullën e Babelit, na jep një gjenealogji të racës njerëzore dhe fillon pastaj me Abrahamin. Zoti merr iniciativën dhe takon një burr të vjetër në moshë, i cili ishte nga uri i Kaldeasve dhe i thot, shikoni pak çfarë i thot Abrahamit. I thot, largohu nga vendi yt, ai ishte në zonën ku ka qenë, nga të afërmit e tu dhe nga shtëpia e babait tënd, sepse në atë kohë jetonin në të njëjtën shtëpi, brez pas brezi, nuk është siç është tani. Interesante është që ai ishte i vjetër, rreth 70 vjeç kur Zoti e thiri. Nuk kishte fëmijë, ishte shumë i pasur, kishte një grua të mrekullueshme, por nuk kishte fëmijët e tij. Dhe Zoti i thot kështu, këtij personi të vjetër në moshë, që nuk kishte fëmijë, dhe thot, unë prej teje do të bëj një komb të madh. Do të bekoj dhe do ta bëj të madh emrin tim, dhe ti do të jesh një bekim. Dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të bekojnë dhe do të mallkoj të gjithë ata që mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Unë për te do të bëj një komb të madh, do të bekoj dhe do të bëj të madh emrin tënd, tek ti do të jenë të bekuara të gjitha familjet e tokës. Perëndia fillon këtë plan shpëtimi duke zgjedhur një person. Nuk e zgjodhi Abrahami Zotin, as e kishte haberin Abrahami tamam, zgjodhi Zoti Abramin. Zgjedhja e Zotit ishte pa kushtëzuar dhe me qëllim global, bekimi të gjithë familjeve të botës. Zanafilla 14:13 për herë të parë na përmend fjalën hebre, duke e quajtur Abram Hebreu. Nuk e di nëse e din ç'do thot fjala hebre, do thot i veçuar nga popujt e tjerë. I huaj është të kalosh nga një popull për të qenë një popull tjetër, është në konceptin individual. Abram Hebreu. Fjala hebre do thot jesh i ndar me njanë. Nga Abrami, interesante është që Zoti krijoi një komb që më vonë do të quhej populli i Izraelit, por do të ndalemi pak te kjo pjesë sepse është shumë e rëndësishme për ta kuptuar pak. Izraeli u formua si popull i veçantë i Perëndisë. Ata u thirrën që të jenë një kanal bekimi, jo një qëllim në vetvete. Izraelin Zoti nuk e krijoi për të qenë një qëllim në vetvete, por për të qenë një kanal bekimi për tërë familjet
e tokës. Shumë interesante dhe shumë e rëndësishme për ta mbajtur mend. Por, para se të kalojmë për ta shpjeguar pak më shumë, do të kuptojmë pak që Zoti i bëri këtë premtim Abrahamit, ishte martuar me Sarën, dhe Zoti tha do të jap një pasardhës. Dhe Sara dhe kaluan gati 30 vite që nga koha që Zoti i tha Abrahamit do të jap një pasardhës, dhe ai ende nuk ishte një pasardhës. Dhe gruaja e tij u lodh nga kjo pritje e gjatë dhe i jep një mendim burrit të saj. Thot, un kam një shërbëtore që kujdeset shumë për mua, dhe është egjiptase, dhe ai e njifte, Hagari e kishte emrin, dhe i tha, shko dhe ki një fëmijë me të dhe unë do ta kem atë fëmijën tim, se ndoshta kjo është rruga që ka menduar Zoti. Domethënë, Sara, gruaja e Abrahamit, nuk po qëndroi deri në fund premtimit të Zotit, kaluan shumë vite dhe fillon t'i jap kjo një zgjidhje, se u lodh me këtë pritjen e gjatë dhe tha, po mirë, kemi këtë shërbëtore, ndoshta ky do të jetë fëmia që Zoti ka premtuar. Dhe Abrahami kështu bëri dhe lindi një fëmijë që e quajtën Ishmael, fëmia i parë. Kur fëmia ishte filloi të rritej, Hagari, shërbëtorja, filloi të përbuste tashmë Sarën. Dhe kështu Sara i kërkon Abrahamit për ta dëbuar Hagarin. Interesante është që Sara ngelet shtatzën me Isakun, me birin e premtimit, dhe në atë moment Zoti i thot Abrahamit, dëbohe Hagarin, egjiptasen, bashkë me djalin e saj Ishmaelin, që të mos jenë bashkë në të njëjtin vend me Isakun, me djalin e premtimit. Tani nga Ishmaeli kemi gjithë popujt arab. Abrahami pati dhe fëmijë të tjerë jo me Sarën gjatë kësaj kohe, dhe po kështu popujt e tjerë po arab ecën në atë pjesë, qëndruan në atë pjesë. Këtu kemi fillesën e popujve arab dhe fillesën nga Zoti do të kishte popullin e tij. Pra gruaja i tha Abrahamit, bëre këtë gjë, ajo e bëri, doli Ishmaeli. Tani vini re çfarë na thot interesante tek Zanafilla. Te kapitulli 16, vargu 10, Zoti bën një premtim Abrahamit për Ishmaelin. Tani Abrahamit i dhimbsej sepse ishte fëmia i tij. Dhe Zoti i thot kështu Abrahamit për të qenë korrekt, do ta lexojmë, 16:10. Pastaj engjëlli i Zotit shtoi. Dëgjoni mirë fjalët që Zoti i thot për Ishmaelin, nga i cili do të vinin popujt arab pastaj. Ktheu tek zonja, unë do të shumëzoj fort pasardhjen tënde, i thot Zoti për Ishmaelin. Aq sa mund të mos llogaritet për shkak të numrit të saj të madh. Shumë interesante, do ta shumëzoj shumë fort për hatër të emrit tënd. Dhe jo vetëm kaq, por tek Zanafilla 17:7 i vë një epitet shumë interesant Ishmaelit, Zoti. Dhe thot kështu: do të caktoj beslidhjen time midis meje dhe teje, si dhe me pasardhjen tënde, e ka fjalën për Isakun, jo për Ishmaelin, nga një brez në një brez tjetër. Kjo do të jetë një beslidhje e përjetshme me të cilin unë do të marr përsipër të jem Perëndia yt dhe i pasardhjes sate para teje. Por për Ishmaelin, Zoti e quan tek Zanafilla 16:12, do të jetë si një gomar i egër, i cili do të jetë kundër të gjithëve dhe të gjithë do të jenë kundër tij. Këtë Zoti bëri premtim për Ishmaelin, nga i cili do të vinin popujt arab, duke e quajtur Ishmaelin te kapitulli 16 në Bibël, vargu 12. Ai do të jetë një, sa bukur e thot, ai do të jetë ndërmjet njerëzve si një gomar i egër. Dora e tij do të jetë kundër të gjithëve dhe dora e të gjithëve kundër tij, dhe do të banojë në prani të gjithë vëllezërve të tij. Wow. Edhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë po i njëjti premtim.
Por nga Isaku, nga pasardhja jote, Zoti zgjodhi që do të bënte të mundur të vinte populli i Izraelit. Tek Eksodi 19:5-6 Zoti thot për Izraelin, do të jeni për mua një mbretëri priftërinjsh. Priftërinjt janë ndërmjetësit dhe një komb i shenjtë. Për herë të parë emrin Izrael e shohim tek Zanafilla 32:28. Kemi djalin e Isakut, Jakobin, pra kemi Abrahamit, i lindi Isaku, Isakut i lindi Jakobi. Dhe Jakobi kishte një problem të madh me vëllain e vet, Esaun, sepse ishin në grindje prej shumë kohësh dhe tashmë Jakobi kishte hikur nga vllai i vet, kishte qenë te daja për shumë vite, aty ishte martuar, kishte krijuar familjet e veta dhe tani po kthehej për te toka e premtuar, por dëgjoi që Esau, vllai i tij, i cili ishte shumë inatosur dhe ishte gati për ta vrarë vllan Jakobin, po shkon me ushtri për ta takuar dhe ky nuk dinte tani se do të ishte paqtim apo do të ishte për ta vrarë. Dhe në ankthin e madh kalon gjithë natën duke luftuar, thot Bibla, me Zotin. Dhe engjëlli i Zotit i thot që ti do të quhesh Izrael, do të ndryshoj emrin, thot nga Jakob do të quhesh Izrael. Dhe fjala Izrael do të thot sepse ke luftuar bashkë me Perëndin dhe ke fituar, ke qëndruar. Izraeli u formua si një popull i veçantë i Zotit. Tek Osea, kapitulli 11:1 na thotë kështu: kur Izraeli ishte fëmijë, thot Zoti, unë e desha dhe nga Egjipti e thira birin tim. Keni parasysh që Zoti solli Mojsiun për të nxjerrë popullin e vet nga Egjipti. Tek Eksodi, kapitulli 4, vargu 22 thotë kështu: Izraeli është biri im, i paralinduri im. I paralinduri im. Tani vini re një fjalë shumë të fortë që Zoti na thot tek Ligji për të rirë 32:8 deri në 10. Thotë kështu: kur shumë i larti, e ka fjalën për Perëndin, dëgjoni fjalën se shumë e fortë, u dha kombeve trashëgiminë e tyre, kur ndau bijtë e Adamit, ai përcaktoi kufijtë e popujve në bazë të numrit të bijve të Izraelit. A e dëgjuat? Kur shumë i larti u dha kombeve trashëgiminë e tyre, kur ndau bijtë e Adamit, ai përcaktoi kufijtë e popujve në bazë të numrit të bijve të Izraelit, thot Bibla. Dhe vazhdon, me qenë se pjesa e Zotit është populli i tij, Jakobi, domethënë Izraeli, është pjesa e trashëgimisë së tij. Vini re si thot tani, ai e gjeti në një tokë të shkretë, në një vetmi të helmuar dhe të mirë, ai e rrethoi, u kujdes për të dhe e ruajti, dëgjojeni mirë, si beben e syrit të tij. Zoti e quan Izraelin beben e syrit të tij. Tani përdor terma njerëzor për të na treguar se si është çështja dhe dashuria e tij. Kur thot dikush në beben e syrit, është gjëja më sensitive, më ndjeshme. Tani Izraeli quhet bebja e syrit të Zotit. Mos e harroni, Izraeli u thirr jo për të qenë një qëllim në vetvete, po për të qenë një kanal i bekimit për popujt e tjerë, që kombet të bekohen përmes tyre. Tani, janë një dy pasazhe që ka dëshirë që t'ja u përmendja në faktu. Te një mbretërve, kapitulli 8, vargje 41 dhe 43, është Solomoni që dedikon tempullin që u krijua, ja dedikon atë ditë Perëndis dhe thotë kështu: edhe i huaj kur të vijë dhe të lutet, ata që nuk janë hebrejnë, nuk janë izraelit, dëgjoj nga qielli që të gjithë popujt e tokës të njohin emrin tënd. Pra Zoti zgjedh një person nga i cili krijon një familje, nga i cili krijon një komb, që ky komb do të jetë një bekim për gjithë popujt e tjerë, përmes këtij kombi do të sjell bekime, do të jetë kanali për të cilin do të sjell popujt e tjerë. Që të gjithë popujt e tokës do të dinë se Zoti është Perëndin, ato të një mbretërve 8:60. Pra qëllimi i Perëndis ka qenë global për të përfshirë të gjithë kombet e tjerë prej fillimit. Por mënyra se si Zoti e bëri
nuk e bëri që të gjithë popujt të kenë secili rrugën e vet për te Perëndia, por Zoti zgjedh një person, një familje, një komb, nga ky i cili do të sjellë gjithë bekimet për gjithë familjet e tokës, për gjithë kombet e popujt e tjerë. Bibla na tregon që shpëtimi vjen përmes hebrejve. Shpëtimi vjen nga judejnë, na thot Jezusi tek Gjoni 4:22, teksa bën bisedën me gruan samaritane. Tek Romakët që ta shohim pak më vonë tek vargu 5 thot, prej tyre sipas mishit erdhi Krishti. Mesia erdhi nga Izraeli. Bekimi premtuar i Abrahamit përmbushet në Krishtin. Përmes Izraelit Zoti bekoi gjithë botën. Vini re te Galatasi 3:14 në fakt çfarë thot Zoti, që bekimi i Abrahamit, që Zoti dha Abrahamit, të vijë mbi jo hebrejt në Krishtin Jezus. Që bekimi i Abrahamit të vijë mbi jo hebrejt në Krishtin Jezus. Te vepra 13:47 thot, të kam vënë si dritë për kombet që të çosh shpëtimin deri në skajet e tokës. Kombet marrin shpëtimin në Krishtin. Izraeli ishte mjeti përmes të cilit Perëndia solli këtë bekim. Izraeli dhe njërë nuk ishte qëllim në vetvete, por ishte mjeti që Perëndia solli bekimin te kombet e tjera. Mos harroni, Zoti zgjodhi Abrahamin, shumë e rëndësishme, formoi Izraelin, qëllimi, bekimi për gjithë kombet. Krishti, vetë shpëtimtari, që u premtua që në kopshin e Edenit, erdhi nga hebrejt, ishte hebre. Po çfarë ndodhi? Kemi mosbesimin e madh të Izraelit dhe në fakt të shumë intriguese tek pasazhi që na thot tek Ligji për të rirë 28:49. Ligji për të rirë u shkrua nga Mojsiu. Shumë qindra vite para se perandoria romake të ekzistonte. Dëgjoni pak çfarë thot. Te kapitulli 28 vargu 49. Zoti do të sjell kundër teje, thot Mojsiu, i thot popullit të Izraelit. Dëgjoni mirë, shumë kohë përpara se perandoria vërtet e Romës të ekzistonte. Zoti do të sjell kundër teje një kom nga larg, nga skaji i tokës, që do të fluturojë si shqiponja. Dhe po ta shikosh që emblema e tij do të jetë shqiponja. Cila ishte emblema e Romës? Një komb gjuhën e të cilit nuk do ta kuptosh. Dhe po të lexosh me vëmendje të gjithë pasazhin te libri i Ligjit të Përtërir, te kapitulli 28, na tregon pak se çfarë ndodhi realisht kur populli i Zotit nuk pranoi Krishtin. Para se të lexoj këtë pasazh, do t'jap një kontekst të vogël. Jezusi thot tek Luka 19:44, sepse nuk e njohët kohën kur u vizituat nga Zoti. Jezusi teksa po shkonte drejt Jeruzalemit, qau për Jeruzalemin dhe tha, Jeruzalem, Jeruzalem, sa herë kam dashur të mbledh ty, ashtu siç zogu, si kloçka kërkon të mbledh zogjt e saj. Por ti nuk e dashur të pranosh kurrë. Mateu 21:43 thot, prandaj po ju them, kjo është fjalë shumë e fortë që thot Jezusi, se mbretëria e Perëndis do t'ju hiqet dhe do t'jepet një kombi që prodhon frutet. Ky komb, thot John MacArthur, është populli i Perëndis, është kisha e Zotit, nuk është një shtet i ri, por është bashkësia e njerëzve nga çdo komb dhe nga çdo gjuhë që vjen dhe beson në Krishtin. Nuk do të thotë që Perëndia heq dorë përgjithmonë nga Izraeli. Do të thotë që privilegji i mbretërisë do të merret atyre që e refuzojnë ungjillin. Tani kthehemi pak te Ligji për të rirë. Zoti bën një profeci përmes Mojsiut për t'ju treguar se çfarë ka për t'ju ndodhur, e cila realizohet shumë kohë më vonë pasi nuk pranojnë Jezusin. Izraeli si vend, populli për herë të parë në gjithë historinë e vet, tempulli shkatrohet dhe dëbohen në një mënyrë të tmerrshme në çdo cep të kohës
Izraelit i ndrohet emri nga perandori Adrian. Nga Izrael ja zvendësuan emrin dhe e quajti perandori Romak Adrian Palestin. Pra emri Palestin nuk është një emër i shpikur tani vonë, por ishte perandori Adrian që shkatroi Izraelin, shkoi me gjithë ushtrinë e perandorisë romake për ta shkatruar dhe donte që ti mos i linte as nam as nishan, duke i ndruar dhe emrin edhe Jeruzalemit ja ndruan, por nuk mbeti gjatë vendi i quajtur Jeruzalem. Kurse Palestin donte që të fshihej emri Izrael, kështu perandori Adrian e bëri. Dhe ishte një nga kohët më të tmerrshme të Izraelit që po Mojsiu na e profetizon te ligji për të ri 28. Shikoni pak se si e thot, do ta lexoj këto pasazhe, se janë shumë të forta. Zoti do sjell kundër teje nga larg, nga skajt e dheut, një komb të shpejtë si shqiponja që fluturon, një komb gjuhën e të cilit ti nuk do ta kuptosh, një komb me një pamje të egër, që nuk do të respektoj plakun dhe nuk do të ketë mëshirë për të voglin, dhe do të haj frutin e baktisë sate dhe prodhimin e tokës sate, derisa të shkatërrohesh, dhe nuk do të lër as grur, as musht, as vaj, as pjell e lopëve të tua, as pjell e deleve të tua, derisa të ketë shkatëruar. Dhe do të rrethoj në të gjitha anët e qytetit. Dëgjoni pak. Derisa të rrezohen në të gjitha vendin muret e larta dhe të fortifikuara, të cilat kishe besim. Do të rrethoj në të gjitha qytetet e tua, në të gjithë vendin që Zoti Perëndia yt të ka dhënë. Dhe kjo ndodhi nga perandori Adrian. Përveç kësaj, gjatë rrethimit dhe në fatkeqësinë në të cilin do të katandis armiku yt, dëgjoni pak tani, do të hash frytin e barkut tënd, mishin e bijve dhe të bijave të tua, që Zoti Perëndia yt të ka dhënë. Do të hash mishin e fëmijëve të tu. Dhe po të lexosh historinë, jo nga Bibla, të kohës, do të shohësh se çfarë tmerri përjetoi veçanërisht Jeruzalemi dhe populli i Izraelit në atë periudhë kohe. Në atë periudhë të tmerrshme, dhe gjitha kjo sepse refuzuan Krishtin. Tani duke pasur një kontekst të tillë, duke kuptuar që populli i Izraelit nuk ishte qëllim në vetvete, por ishte mjeti që Zoti solli, ne kemi filluar një temë, nëse e mbani mend. Fort ai më mban. Ne tham te kapitulli 8, fjala e Perëndisë na thotë që Zoti paranjohu, paracaktoi, thiri, drejtësoi, përlëvdoi. Dhe për shkak se ai është Zoti, asgjë nuk do të mund të mbajë larg tij. Asgjë nuk na ndan nga dashuria e Perëndisë që është në Krishtin Jezus, përfundon te kapitulli 8. Dhe lind pyetja, po a hoqi dorë Zoti nga Izraeli? Kapitulli që do të shohim na tregojnë këtë pjesë dhe kështu na thotë që kurrë nuk është e mundur që Perëndia të heqë dorë. Tani le të shohim pak vargjet pasi patëm një kontekst të tillë. Jemi 5 vargjet e para do të shohim. Po them të vërtetën, thot Pali, në Krishtin nuk gënjej, ndërsa dëshmon bashkë me mua ndërgjegja ime në frymën e shenjtë, se unë kam një trishtim të madh dhe një sëmbim të pandërprerë në zemrën time, sepse do të lutesh ati isha unë vet i mallkuar i ndar nga Krishti për hir të vëllezërve të mi, të bashkombësve të mi sipas mishit, të cilët janë izraelit dhe të cilëve u përkasin birësimi dhe lavdia dhe beslidhjet dhe ligjdhënia dhe shërbesa e kultit dhe premtimet, të cilave janë etrit dhe prej të cilëve erdhi Krishti sipas mishit, ai që është mbi të gjitha gjërat, Perëndi i bekuar në shekuj. Amen. Në fakt, interesante është që Zoti, për t'ju dhënë edhe një pamje që do të na jap pak më vonë, më qartë Pali, Zoti zgjodhi një person, zgjodhi një familje, zgjodhi një kom përmes cilin do të bekonte botën, këtu solli Krishtin. Ky kom mohoi Zotin, kjo ishte rënja e vërtetë që Zoti solli bekimin, dhe Zoti çfarë bëri? Ngurtësoi këtë popull për një farë kohe, derisa popujt e tjerë, thot Bibla, do të shartohen dhe do të mbillen në farën e ullirit, në degën e ullirit origjinal. Dhe më pas, në fund fare, Zoti ka për të hapur zemrën e Izraelit
për të ardhur në Krishtin. Zoti e nisi me Izraelin, do ta përfundojë me Izraelin. Gjithë popujt e tjerë janë mbushja në të cilën Zoti do të përdorë për gjithë të periudhë kohe për të arrirë dhe për të sjellë ata në besim. Pali po fillon në fakt ndryshe nga herët e tjera, po thot po them të vërtetën në Krishtin nuk gënjej, dërgjegja ime më dëshmon në frymën e shenjtë. Në fakt vendos një themel shumë të fortë besueshmërie. Së pari thot po them të vërtetën. Po përse po thot Pali po them të vërtetën? Është një frazë që tregon seriozitetin e asaj që po thot. Nuk ka gjasa, thot Pali, unë po gënjej, unë nuk po them të vërtetën. Por arsye pse e citon këtë pjesë, nuk është që deri tani nuk na ka thënë të vërtetën, por për të treguar rëndësinë që ka kjo pjesë në lidhje me gjithë mësimin që kemi marrë nga fjala e Zotit deri tani në kapitullin e 8. Interesante thot, po them të vërtetën, nuk gënjej, e përforcon atë që do të thot në fakt në këtë pjesë. Dërgjegja ime, e një shprehje shumë e fortë aty, vini re se si thot, ndërsa dëshmon bashkë me mua ndërgjegja ime në frymën e shenjtë. Interesante është që kur lindim ne kemi folur pak herët e kaluara nga fjala e Zotit për ndërgjegjen. Zoti ka lënë një shije të ligjit të tij tek ndërgjegja e njeriut. Ndërgjegja e njeriut është si një bashkëudhëtar i yti gjatë gjithë kohës derisa ti të vdesësh, e ke aty për të aprovuar apo për të dënuar. Ndërgjegja vështirë të korruptohet, mund ta bësh të heshtë, por është aty. Çfarëdo që ti thua, çfarëdo që ti mendon, ajo e skanon dhe ta tregon. Ti e vlerëson, nuk e vlerëson, është çështja jote, por ndërgjegja është aty duke mbajtur shënim gjatë gjithë kohës. Nuk lodhet kurrë ndërgjegja për të vendosur që mendimet e tua i ke të drejta, vendimet e tua janë të drejta. Në kohën e komunizmit ka qenë një film shumë interesant i quajtur Ndërgjegja, edhe vetë filmi, ku na tregon për një shofer që bën një aksident edhe ai që rregullonte makinat në parkun e makinave kishte harruar të shtrëngonte diçka dhe policia merr dhe arreston personin që bëri fajin, ai kishte pirë një gotë raki dhe ai thotë që hey, nuk e bëra, unë nuk punuar në frenat, edhe gjithë ideja ishte tani e filmit që këtë e breu kaq shumë ndërgjegja brenda vetes, sa që ky vendos të tregoj të vërtetën që faji vërtet ishte mbi mua sepse nuk i kisha shtrënguar frenat. Interesante është që dhe në çfarëdo lloj kohe, çfarëdo lloj sistemi, ndërgjegja është aty, është ligji unik i Perëndis, i instaluar tek njeriu. Ndërgjegja nuk është perfekte, sepse është e rënë. Ndërgjegja është e plurosur nga gjithë çështjet e ndryshme të njeriu dhe gjendja ku ndodhet njeriu, por është aty me zërin e saj për të treguar. Interesante është që vini re se si e thot Pali, ndërgjegja ime në frymën e Perëndis. Ndërgjegja ime në frymën e shenjtë, jo thjesht ndërgjegja ime, por tani kjo ndërgjegje e ndriçuar, e ushqyer nga fjala e Perëndis përmes frymës së Zotit. Dhe ajo bëhet shumë herë më aktive. Ndërgjegja është si një bim që është aty e tulatur, tregon që ka diçka, por është e tulatur. Në momentin që vjen fjala e Perëndis dhe ushqen, është si ti hedhësh një bim me ushqimin e dur dhe fillon edhe rritet. Dhe ndërgjegja ushqehet, mënyra e vetme se si ndërgjegja ushqehet është përmes fjalës së Zotit. Dhe fryma e Perëndis është ajo që e ndriçon edhe më shumë ndërgjegjen dhe e bën personin që të jetë shumë merë me i qartë në brëndësinë e tij. Dhe Pali po thot, ndërgjegja ime dëshmon në frymën e Perëndis. Pra nuk janë dy zëra, por ndërgjegja që është e ndriçuar nga fjala e Perëndis dhe është në të njëjtën linjë me frymën e Perëndis. Dhe thot, unë nuk më bren ndërgjegja që këtë që po ja u them ja po ja fus kot, por e kam të konfirmuar në ndërgjegjen time, po thot, që gjithçka që po ju them është e duhur. Okej? Po çfarë aplikimi ka kjo për mua? Ky pasazhi. Në fakt, unë duhet të jetoj dhe të flas me një ndërgjegje të pastër para Perëndis, duke kërkuar sinqeritet të vërtetë dhe jo thjesht miratim nga njerëzit. Se Pali po na tregon për një mënyrë se si po flet, kështu që çfarë është për mua, çfarë do të marr unë nga kjo pjesë, mëso dhe ti dhe unë që të flasim në këtë lloj forme,
për të jetuar dhe për të komunikuar me një ndërgjegje të pastër përpara Zotit, që është ndriçuar tashmë. Dhe mos kërko thjesht të dëgjosh miratimin e njerëzve. Interesante është që Martin Lutheri, gjermani i famshëm në mesjet, kur donin që ta akuzonte Kisha Katolike dhe ishte gjyqi për ta dënuar me vdekje, e vendosën përpara gjithë librat që ai kishte shkruar, sepse çfarë ndodhi me Martin Lutherin, për t'ju dhënë një kontekst, Martin Luther ishte prift murg katolik deri në atë kohë. Por Bibla nuk lejohej të lexohej nga njerëzit, sepse mendonin që vetëm disa njerëz mund ta shpjegojnë Biblën. Dhe njerëzit në përgjithësi nuk dinin fare çfarë ishte Bibla. Martin Lutherit i ra në dorë Bibla, sidomos libri i Romakëve, dhe ai kuptoi, tha, hey, pas kemi ikur larg, të doli me shprehjen e famshme, vetëm shkrimi, dhe filloi të shkruante materiale në atë kohë për të na treguar që hey, Bibla është fjala e Zotit dhe aty ne mund të lexojmë dhe mund të njohim Perëndin. Ja morën Kisha Katolike, u bë gjyq i madh, vendosën librat përpara dhe i thanë, ai ke shkruar ti këto libra. Dhe Martin Luther i tha, më jep 24 orë kohë për të dhënë përgjigjen. Tani ti i ulur aty në karrige mendon, po çai dushi këto 24 orë kohë, sepse ishte në betejë shumë të madhe. Nëse do të thoshte po, ai e dinte që i kishte shkruar, do të mund të humbiste jetën. Dhe ishte një betejë shumë e madhe që ai mund të thoshte edhe po i kam shkruar dhe unë i konsideroj këto libra si të gabuar. Përsëri një zgjidhje që mund t'i jepte. Dhe ishte në presion të madh dhe prandaj kërkoi 24 orë kohë. Dhe në fakt nëse do të shikosh jetën e Martin Lutherit, thoshte që ka qenë nata më e vështirë e jetës së tij. Të betejë të brendshme çfarë duhet të bëj? Ta them po apo jo. Dhe kur erdhi dita e nesërme, del përpara gjyqit edhe ai thot, kur e pyesin, ai ke shkruar këto libra? Po, thot, unë i kam bërë dhe nuk mund të them diçka tjetër. Dhe gjithë ideja ishte që ndërgjegja ime dëshmon këtë gjë. Domethënë lufta me ndërgjegjen e tij ishte që hey, kjo është e vërteta, pavarësisht se miratimi i njerëzve do të më dëmtoj fort, ajo që njerëzit do të vendosin, do të më dëmtoj, do të më dënoj, do më çojë në vdekje, unë do të qëndroj sepse nuk mund të jem kundër koshiencës sime. Prandaj është shumë e rëndësishme për një besimtar për të qëndruar në ndërgjegje në koshiencën, në frymën e Zotit, jo thjesht për miratimin e njerëzve, por për të qëndruar në Perëndin. Vini re vargu 2. Si thot: se unë kam një trishtim të madh dhe një sëmbim të pandërprer në zemrën time. Më pëlqeu shumë ky përkthimi i ri që është bërë në Bibël, është shumë i thellë, në fakt dhe jep shumë kuptim origjinal. Thot, kam një dhimbje, një trishtim të madh dhe një sëmbim të pandërprer në zemrën time. Dhe lind pyetja, po për çfarë ka ky pali këtë dhimbje kaq të madhe, këtë trishtim kaq të madh, këtë sëmbim të pandërprer që është i vazhdueshëm, këtë breng kaq të madhe? Dhimbja në fakt është për popullin e tij, për kombin nga i cili ai vinte, Izraelin, të cilët ishin ngurtësuar tashmë dhe nuk besonin te Perëndia. Kjo dhimbje nuk ishte vetëm emocionale, ky trishtim nuk ishte vetëm emocional, por ishte lidhur me një të vërtetë të madhe nga fjala e Zotit, sepse lanë me njan Perëndin. Në fakt jeta e palit në këtë moment na tregon një zemër siç e kishte Krishti për popullin e tij kur Zoti Jezus qau mbi Jeruzalemin. Pali kishte një dhimbje për popullin e vet. Ata nuk e donin palin, në fakt donin që ta shkatronin, po shikosh gjithë historinë e palit e veprat e apostujve, popullit Izraelit, njerëzit nga Izraeli në përgjithësi, farisejnë donin ta ekzekutonin palin. Dhe pali në këmbim të kësaj nuk shkon këmbët, por në këmbim të kësaj po na jep këtë mesazh, duke thënë që kam një trishtim të madh dhe një sëmbim të pandërprer. Ishte një breng në zemrën e tij për të vetët. Është një barë që rëndonte shpirtin e tij, që e kishte të thyer zemrën, dhe kjo ishte e pandërprer. Një aplikim shumë i fortë nëse nuk ndjejmë një barë për të humburit, për ata që ti njeh, për ata që Zoti të ka vendosur, e si mund të duash të tjerët. Në fakt, cili është aplikimi praktik për një pjesë të tillë?
A shqetësohesh realisht për shpëtimin e njerëzve që ti do? A i kërkon Perëndis që njerëzit që ti do të mund të vinë në njohjen e Krishtit? Shikoni, kjo është çështje vdekje jete. Kjo është çështje feri parajse. Besimi në Krishtin nuk është për ca kohë, por është çështje që ndan përjetësinë e njeriut, fer dhe parajs. Dhe për ata që janë blerë nga Krishti, që besuan në Krishtin, e kuptojnë në shpirtin e tyre se sa dhimbje ka, të dinë që të afërmit e tyre, për shkak se nuk po besojnë në Krishtin, do të përfundojnë në ndarje të përjetshme. Dhe kjo është një barë e rëndë për besimtarët në lidhje me ata që i do zemra e tij. Dhe Pali po na e tregon këtë pjesë të kjo letër. Dhe nëse nuk e ke këtë pjesë dhe je besimtar, ka shumë gjasa që nuk po kupton rëndësinë e Ungjillit. Kaq shumë rëndësi ka Ungjilli, sa që mund të shpëtojë përfundimisht nga feri jetën e një personi, sidomos të atyre që ti do. A je i ftohtë dhe indiferent ndaj të afërmëve të tu? Njerëzit thonë shkojmë dhe ndajmë Ungjillin në botë, por Jezusi na thotë ndaje nga Jeruzalemi jot, nga vendi yt, nga familja jote. Dhe aty është Ungjilli, aty është lajmi. Edhe fjala e Perëndis do të hyjë, do të trokas. Prandaj është një barë që do të çojë në lutje ty, që do të zgjojë në orët e tua të vona në mëngjes për të lutur që zemra e tyre të mund të hapet për të njohur Krishtin. Dhe nëse nuk është e tillë, nuk e ke kuptuar mirë rëndësinë e Ungjillit. Vargu i 3 thotë, sepse do të lutesha të isha unë veti mallkuar i ndar nga Krishti për hir të vëllezërve të mi, të bashkëkombësve të mi sipas mishit. Tani kjo është një formë hipotetike, çdo thot hipotetike. Jo është një dëshirë, nuk është një dëshirë reale, nuk mund të ndodhë kjo gjë. Pali thot shpesh një gjë të tillë, për shembull, kisha shumë dëshirë të vija ty vizitoja, por nuk e kam të mundur këtë gjë. Pali thot do doja të ishte kështu, por nuk është kështu. Nuk është që Pali do të humbas shpëtimin, shpëtimi nuk humbet, por për shkak të dashurisë së madhe që kishte për vendin e tij, për popullin e tij, Pali thot do të dëshiroja, sikur të ndodhte kështu, do të dëshiroja. Nuk është që Pali po ndron vendin, Krishti ishte ai që ndroi vendin, por Pali tregon sinqerisht zemrën e tij për të pjesë. Vetë Krishti e bëri këtë realisht. Va kemi një pasazh që i ngjan shumë kësaj, Mojsiun, tek Eksodi kapitulli 32, vargu 32. Zoti pasi i dha popullit të Izraelit përmes Mojsiut 10 urdhërimet në malin Sinai, dhe Biblia është fantastike se flet me emra, vendesh të sakt, gjeografik, nuk flet një herë një kohë ishte një burr shkoi aty, por na flet me vende që gjeografikisht janë reale dhe sot e kësaj dite. Zoti i thot Mojsiut, shko dhe jepja 10 urdhërime në 2 pllaka. Shkon Mojsiu, jep urdhërimet për popullin dhe çfarë të shoh, për shkak se kishte munguar për 40 ditë, Mojsiu kishte menduar populli ka vdekur tani dhe ishte shturur populli, duke dëgjuar, duke dëfryer në mëkat, dhe kishin bërë një viç të artë dhe adhuronin viçin duke thënë ti e Perëndia që na solli, që na nxori nga Egjipti dhe na solli deri diku, këtu ku jemi. Interesante pak, ky popull sapo doli nga mrekullia e madhe e çarjes së detit, tashmë shkonte direkt në një adhurim ka një perëndie tjetër. Dhe Mojsiu ndërhyn para Perëndis, i thot Zoti Mojsiut, më lër ta shkatroj këtë komb, dhe nga ti do të bëj një popull tjetër. Mojsiu ishte hebre, se do të dilte një popull jo hebre. Por Mojsiu i thot Zotit te kapitulli 32 vargu 32, më mirë më vrit mua, thot, dhe më fshi nga libri yt. Ndërhyn Mojsiu tek Perëndia për popullin e tij, po vini reformën. Mos e bëj këtë gjë me ta, më mirë më vrit mua dhe më fshi nga libri yt. Tani Zoti nuk do ta vriste Mojsiun dhe nuk do ta fshinte nga libri i tij, por tregon zemrën reale dhe gatishmërinë reale që kishte Mojsiu për shkak të dashurisë. Dhe këtë lloj forme ka edhe Pali në brendësinë e tij. Po ti, a ke të njëjtin qëndrim për të afërmit e tu, për njerëzit e tu? Vargu i 4 në fakt na tregon ca pjesë shumë interesante. Thot kështu për Izraelin, dhe shumica njerëzve kalojnë shumë kollaj këtë pjesë.
por është shumë e fortë që të qëndrosh pak për ta kuptuar. Thot, bashkombas vetëm mi sipas mishit, të cilët janë izraelit dhe të cilëve u përkasin, dëgjojeni pak, birësimi, lavdia, beslidhjet, ligjdhënia, shërbesa e kultit, premtimet. Po çfarë janë këto gjëra? Përse po na i liston në këtë lloj forme? Në fakt, për fjalën e birësimit, për herë të parë Bibla na tregon, si thoshte, ne lexuam pak më parë që Zoti e quan Izraelin i parëlinduri im, e quan Zoti Izraelin, dhe atij i përket birësimit. Çdo të thotë që është një privilegj kombëtar për ta, jo individual. Deri tek kapitulli 8 na ka treguar për një privilegj individual për ty, mua dhe për shumë njerëz të tjerë. Kurse kjo është për një privilegj kombëtar, për një popull në tërësi, birësimi. Po për sa i përket lavdis, po kush e pa lavdinë e Zotit më mirë se sa izraelitët? Që prej fillimit, kur dolën nga shkretëtira, që dolën nga Egjipti, gjithë udhëtimin në shkretëtirë, hëngrën manën për 40 vjet me radhë, pan mrekullitë të Perëndis, vazhdojnë edhe kësaj kohe, Zoti bën një mrekulli të papar. Pas 2000 vjetësh, është vendi vetëm që mund të ishte shkatruar, populli i vetëm kaq i vogël në numër, i pallogaritshëm, dhe pas 2000 vjetësh na del dhe na shfaqet përsëri në skenë shumë fuqishëm. Beslidhjet. Po cilat ishin këto beslidhje? Por Perëndia bëri beslidhje me Abrahamin, cilën e dëgjuam, pastaj bën beslidhje me Mojsiun, që i jep ligjin, kemi beslidhjen me Davidin dhe shumë të tjera. Përse janë të gjitha këto? Ju besuan këtij populli që ky ishte mjeti përmes të cilit do të bekoheshin familjet e tokës. Ligjdhënia, ju dha Zoti ligjin Mojsiut, nga e dim ne ligjin e Perëndis. Përmes popullit të Izraelit, Zoti besoi fjalën e tij popullit të Izraelit që përmes tyre do të vinte gjithë kombeve të tjerë. Pse Zoti bëri këtë gjë? Sepse kështu i pëlqeu Perëndis. Dhe shërbesën na tregon aty, pra lavdin, beslidhjet, dhënien e ligjit, shërbesa. Kjo ishte një mënyrë e caktuar nga Perëndia. Zoti po të shikosh në dhjetën e vjetit tregonte se si do të shkonin për të adhuruar Perëndin, përmes thërjes së shumë deleve, kafshëve të ndryshme, të cilat besimet e tjera i morën dhe i shfaqin sikur të kishin të tyre. Por Zoti i dha këto gjëra për ta treguar që këto do të ishin hija. Hija është kur bie drita, del hija, ëh? Hija e tyre që do të vinte, Krishti. Ishte një shembull i asaj që do të vinte. Ishte një sistem i tërë hije që libri i Hebrejve në dhjetën e re na tregon për këtë pjesë. Interesante është na tregon përfundimisht aty, po ta vesh re dhe premtimet. Po cilat ishin premtimet? Premtimi i madh i shpëtimit dhe shumë privilegje të tjera. Zoti paranjohu, i paracaktoi, i thiri, drejtësoi, përlëvdoi të vetët. Shumë interesante, po si ta kuptoj këtë pjesë personalisht? Çfarë aplikimi ka kjo gjë në jetën time? Unë nuk duhet të mbështetem vetëm në njohuritë fetare apo në përfshirjen në kish, por të sigurohem që kam një marrëdhënie reale me Krishtin. Populli i Izraelit pati privilegjin të dëgjonte fjalën e Zotit ballë për ballë, të shikonte lavdinë e Perëndis, por kjo nuk i dha shpëtim. Kjo i dha një mundësi, por jo shpëtim individual. Zoti besoi atyre këtë gjëra. Ka shumë gjasa që ndodh edhe me njerëzit tani sot e kësaj dite, që dëgjojnë gjëra për Perëndin, që kanë parë shumë gjëra rreth Zotit, kanë bindje rreth Perëndis, por nuk e kanë personal besimin e tyre. Dhe vargu i 5 në fakt përmbledhet duke thënë të cilëve, për hebrejt, janë etrit dhe prej të cilëve erdhi Krishti sipas mishit, ai që është përmbi të gjitha gjërat, Perëndi i bekuar në shekuj. Prej tyre ishin etrit. Kush ishin etrit? Abrahami, Isaku, Jakobi, që Perëndia na i tregon në fjalën e tij. Prej tyre erdhi Krishti, që u premtua që prej zanafillës Zoti zgjodhi këtë kombë, nga i cili do të bekonte gjithë popujt e tjerë përmes Krishtit, përmes Jezusit. Dhe interesante është që Pali na tregon Krishtin sipas mishit, për na treguar që në mish, në trup njerëzor, ai ishte hebre.
Jezusi ishte hebre. Shumë interesante. Të cilëve, shumë interesante, po të vazhdosh pasazhin, thot ai që është përmbi të gjitha gjërat, ky Krishti që sipas mishit ishte hebre, që ngërka përmbi të gjitha gjërat, dhe vini re çfarë thot shkrimi, Perëndi i bekuar në shekuj. Ka shumë njerëz që thonë, po ku thot që Jezusi është Perëndi? Ja pra, Perëndi i bekuar në shekuj. Po flet për Krishtin, që sipas mishit ishte hebre, në të gjitha, që është përmbi të gjitha gjërat, Perëndi i bekuar. E thënë realisht dhe praktikisht, Perëndia erdhi në mish si hebre, si izraelit, për të bekuar dhe për të dhuruar shpëtimin, jo vetëm për Izraelin, po për gjithë kombet që do të besojnë tek Perëndia. Të njohësh Krishtin nuk do të bënte kurrë të ureje mjetin. Të duash Krishtin do të bënte ta doje dhe mjetin. Kur kombet duan njëri tjetrin, kur ti vlerëson një komb, sa më shumë do të duhet në shpirtin tënd të kesh nderim dhe vlerësim për një popull nga i cili Zoti solli shpëtimin tënd. Bibla i quan që janë një popull me qafë të fortë dhe janë të tillë, dhe ata jo vetëm, edhe ne dhe çdo komb tjetër janë me qafë të fortë, por kjo fortësi është për hatër të shpëtimit tënd. Zoti ka ngurtësuar për një farë kohe, për ne duket e gjatë, hebrejt, që shpëtimi të përhapet tek jo hebrejt. Dhe kur numri, thot Bibla, i jo hebrejve jetë përmbushur, atëherë Zoti do të sjellë përsëri popullin e vet në shpëtim. Edhe Pali vazhdon dhe thot, o mençuri të Perëndis, kush e njohu mendjen e Zotit? Do të zgjedh një person të vjetër, pamundur, bën një familje, një popull, përmes këtij populli solli gjithë lajmin e ungjillit, solli në fund vet Krishtin, vet Perëndia erdhi si hebre, si izraelit, për të bekuar shpëtimin e gjithë kombeve. Për një farë kohe Zoti e ngurtësoi këtë popull që ungjilli të përhapet në gjithë kombet e tjera. Dhe Bibla ne na quan, do ta shohim tek hebrejt, tek këtu ku jemi tek Romakët, tek këto 3 kapituj, që na quan ulli i egër. Kurse Izraelin e quan ulliri origjinal që Zoti zgjodhi, dhe për një farë kohe Zoti lejon që ulliri origjinal të mos jap frut, por merr degët nga gjithë këto ullinj të egër për t'i shartuar, thot Bibla, tek ulliri origjinal. Edhe kur ti je i bekuar kaq shumë nga Krishti, patjetër që do ta duash mjetin me të cilin Krishti na bekoi. Dhe të lutemi. O Atë, këto nuk janë vetëm fjalë që ti na ke dhënë për të njohur diçka më shumë, por na mëso Zot që të kuptojmë që ti je Zoti, Perëndi që ke krijuar qiellin dhe tokën, krijove njeriu në shëmbullimin e vet dhe i dhe përgjegjësinë e madhe për të ecur me ty. Ne dështuam dhe prej kësaj dështimi ne endemi larg kopshtit të Edenit. Zot, falenderoj që nuk na le, por ishte ti që zgjodhe Abrahamin, përmes të cilit do të krijojë familjen dhe një komb të tërë, prej të cilit do të sillet gjithë fjalën tënde, orakujt e tu, dhe përfundimisht do të vije vet, po përmes këtij kombi, për të bekuar gjithë popujt e tjerë. Na mëso Zot që të lutemi për njëri tjetrin, të lutemi për shpëtimin e të afërmve tanë. Na mëso që të kuptojmë barën e rëndë të kësaj pjese. Na ndihmoj që do të kemi të njëjtin qëndrim siç pati Pali. Na mëso Zot që do të duam të ecim ngushtë me ty, do të flasim fjalën tënde. Na mëso Zot që të duam popullin tënd, Izraelin, të bekojmë emrin e tij, emrin tënd përmes këtij populli. Dhe të falënderojmë shumë, o Zot, për dhuratën e madhe të shpëtimit që na ke dhënë. Në emrin e Krishtit unë lutem. Amen. Zoti na bekoj.